Të nderuar vëllezër besimtar, ju agjerues të respektuar, tema e hutbes së sotit ka të bëj me mirësitë, vlerat, të mirat të cilat ne i kemi përfitue gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Nuk ka dyshim se Allah në Kur'an tha kështu: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allahu ju ka nxjerr juve nga barqet e nënave të juve, ku ju nuk keni ditë asgjë. As se keni ditë ku keni ardhë, as se keni ditë pse keni ardhë, as në cilin vend keni lind, asgjë thot nuk keni ditë. Jeni kanë të pavetëdijshëm nga çdo aspekt. Mandej tha waj'ala lakumus sam'a. Allahu mandej për me ditë ku je, edhe ku ke ardhë, edhe çfarë misioni kije, edhe pse i krijuam, tha i adhuroj juve të ndëgjuarit, veshët. Wal absara, mandej tha i adhuroj edhe të pamrit, se s'mjafton vetëm të dëgjuarit, po edhe të pamrit. Wal af'ida, edhe i adhuroj juve edhe zemrat. Le'allekum tashkurun, ndoshta do t'jeni falënderues, ndoshta do t'jeni mirënjohës për këto të mira që Allah t'i ka dhënë në shëndetin tanë, në trupin tanë, në vetdijen tane, me pas këto begati edhe këto mirësi. Andaj tha, o robi im, këto që ti kum dhëru ti, këto përdori për gjëra halal. Përdori për gjona që japin kontribut, përdori për gjona që ndihmojnë familjen, ndihmojnë shoqërien, për gjona të cilet arrin prosperitet, për parim edhe ecin për para, dhe mos i përdor atje ku ti të urdhëron shejtani apo djalli, qoftë në çështje të amoralitetit, qoftë në vjedhje, qoftë në konflikte të ndryshme, gjona të ulta dhe të këqija, tha se këto janë dhurata më e çmueshme që e ka njeriu në këtë botë. Dhe ne vllazër, të pamrit ton, dëgjuarit ton, zemrat tona në këtë muaj të bekuar të Ramazanit i kemi lodh me ibadet. I kemi lodh me përkujtim të Allahut fuqiplot. I kemi lodh me agjerim. I kemi lodh me bamirësi, me vepra të mira, me unitet, me bashkim të trupav, me bashkim të zemrav. Krejta këto vllazër kanë një çmim të madh në këtë muaj të bekuar, që ne edhe të pamrit ton, edhe të dëgjuarit ton, edhe shëndetin, edhe trupin, krejta këto i kemi shfrytzuar në halal, edhe i kemi shfrytzuar në vepra dhe punë të mira. Kjo është ajo mirësia e madhe, dhe ajeti tha le'allekum tashkurun, tha ju do t'jeni falënderues edhe mirënjohës për këtë të mira. Po është interesant edhe ajetin e agjerimit, kur i përmend Allahu xhaleshanu thot le'allekum tashkurun, ndoshta do t'jeni falënderues edhe mirënjohës në përfundim të ajetit. Pse? E falënderojmë Allahun se na ka mundsuar të pastrohemi këtë muaj vllazër. Na ka mundsuar të kemi falje në shpirtin ton, zemrat tona, përvetsojmë rahmet edhe mëshirë të Allahu xhaleshanu. Këto janë mirësitë e Ramazanit edhe mirësitë e agjerimit. Besimtari vllazër besimtar duhet të jetë, pejgamberi alayhis salam tha, sikurse bleta. Çka ban bleta? Shkon han ushqim të pastërt, halal. Edhe jep mandej prodhim të pastërt, mjalt. Edhe aty ku han nuk e ban domin për e lën prap ashtu që shka qenë. Kështu tha duhet ta me qenë besimtari, i pastërt në punë, i pastërt në prodhim, i pastërt edhe halal, ku do që t'jese edhe të veproje, mos ta zhid veten në gjona t'ulta edhe në gjona që nuk i kanë hije besimtarit, e në veçanti gjatë muajit bekuar të Ramazanit. Andaj, vllazër besimtar, Allahu xhaleshanu ne përkujton një ajet të Kur'anit, i cili ka një domethënie shumë të çmueshme për neve. Walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat
ennehum ila rabbihim raji'un. Tha, besimtarët janë ata të cilët sakrifikojnë, japin, ma eteu, nga ajo që ka dhënë Zoti. Çka të ka dhënë Zoti? Zoti ta ka dhënë shëndetin, tam të ka dhënë të pamrit, dëgjuarit, të ka dhënë gjithçka, gratis të ka dhënë. Mandej tha këta eteu, edhe bëjnë të vepra të mira, qoftë për agjerimit, qoftë për namazit, qoftë për bamirësisë sadakas, qoftë për zeqatit, qoftë dhe një vepër këtë mirë thot që i bëjnë, për apë thot kulubuhum wajile, zemrat e tyre qenë kanë të friksume. Që? Zemrat e tyre qenë kanë mas këtë kësaj lodhje, këti agjerimit pandal shumë, me ejtje, me uri, edhe në fund thot kulubuhum wajile, zemrat thot i kanë pak të rishtume, i kanë pak të friksume. Pse i kanë në zemrat e tyre? Se besimtari gjithmonë e matë përfundimin, e matë fundin, a thua, a rrita me agjeru që shduhet, a rrita me pastru shpirtin tem edhe zemrën time me këtë agjerim, a mujta me majtë terminet e namazit, a mujta me falën dhe një taravi, a mujta me bon dhe një bëmirësi, a mujta me vizitu dhe një plak apo dhe një të farefisit. Kër ja banë këto pyetje vetë vetës, thot ila rabbihim raji'un, se një ditë kanë më kthi edhe me i patë Zoti. Mirë po, nëse besimtari e ka këtë veti vllazër, i kryin këto obligime, edhe në fund e ka frikën, a pi pranohet apo s'pi pranohet. Kjo cilësi e mirë vllazër. Kjo cilësi e lavdrume. Allahu xhaleshanu e ka lavdru në vazhdim të ajetit ku thot ulaike yusari'un fil khairat wa hum laha sabiqun. Këta janë besimtarë që kanë bë gara në vepra të mira. Keni bë gara vllazër, se me agjeru është garë. Me agjeru është garë vllazër, nuk është e lehtë. Me fal një namaz ke bë garë, nuk është e lehtë. Yusari'un fil khairat, keni bë thot gara, ju thot njëri me tjetrin, keni bë gara në punë dhe në vepra të mira. Mandej tha wa hum laha sabiqun, edhe këtë garë tha e keni fitue. E keni fitu vllazër, se keni agjerue, keni fal namaz, keni pas mendime të mira, e keni pas trus shpirtin, zemrën, gjithçka keni pas pozitive për hir të kujt, të agjerimit. Dhe kjo nuk ndodh askund përveç se gjatë muajit Ramazan. E ku mos jemi ne falënderues edhe mirënjohës që neve Allahu xhaleshanu don me na nxjerr nga kjo jetë sa më të pastërt, sa më të qiltërt, sa ma pozitiv edhe t'i kthejmi Allah xhaleshanu me vepra edhe punë kapitale që ne i kemi bërë. Vllazër besimtar, po e shohmë ne se dielli i Ramazanit veç është skuq. Çka do të thotë është skuq? I është afru vllazër perëndimit. I është afru përfundimit. Dhe kjo është një sihariq për ata të cilët morën pjesë në agjerim, për ata të cilët agjeruan natë edhe ditë, me etje dhe me uri, edhe kur e shohin sot diellin e skuqur, edhe kur e shohin që po i afrohet përfundimit, është një kënaqësi edhe gëzim se një ditë me këtë vepër të madhe ne kemi me dal para Allahut fuqiplot. Andaj vllazër, ata të cilët nuk agjeruan, ata jetuan në ëndër. Çka do thotë jetuan në ëndër? Ëndra në momentin që ti zgjohesh edhe del gjumja e përfundon, pavarësisht se sa je kënaq dhe sa e mirë apo e lumtur ishte ajo ëndër, në momentin që del gjumi, ajo ecë dhe mbetet ëndër. A ju që keni agjerue, ju keni punu me realitetin e kohës edhe me momentum, ma të vlefshëm edhe ma të çmueshëm. Ju keni agjerue edhe keni vlerësu kohën dhe ju vllazër ju pret shpërblimi se ju nuk keni qenë në ëndër. Po ju keni vepru, keni punu me vepra të cilat do t'ju përcjellin edhe në varr natën e varrit, do t'ju përcjellin edhe në ditën e ringjalljes, po do t'ju përcjellin edhe atë ditë kur të dalmi para Allahut xhaleshanuhu. Andaj vllazër, Ramazani sheriketu temin,
është një lloj organizimi, është një lloj ibadeti i cili t'i jep dy kahje shumë të rëndësishme, vëllazër. T'i jep dy pole shumë të rëndësishme. E para është ta pastron të kaluarën tonë. Ta pastron kanë mëkatet tuaja, gjunohet tuaja, të kaluamën tonë, magfiratan wa rahmatan min Allah, përmes mëshirës edhe faljes së Allahut, ti me agjërimin tënd që ke bë, Allahu xhaleshanu do t'i falë mëkatet edhe gjunohet tuaja. Nuk është pak, vëllazër, për një muj ditë njeriu me pastru të kaluamën e vet, ashtu që shta pejgamberi alayhis salam. Kush do që agjeron me besim edhe me bindje, i falen mëkatet edhe gjunohet. Kjo është, vëllazër, siguria e parë për të kaluamën tonë. Edhe siguria e dytë për të ardhmen tonë, kush është? Itqun min an-niran, është lirimin nga zjarri i xhenemit. Pejgamberi alayhis salam i premtoi besimtarëve, të cilët kanë agjëruar, se do të jenë në listën e atyre të cilët Allahu do t'i liron nga zjarri i xhenemit. Dhe ti tash pe siguron të ardhmen tonë. Nuk e ki dert se nesër vdes. Nuk e ki dert se nesër e lën familjen, e lën pasurinë, lën gjithçka, se ti e ke je në listën e të lirumve. Andaj përmes agjerimit edhe të kaluamën tonë e kemi pastru, po e kemi siguru edhe të ardhmen tonë. Tregon një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el-Umame, thot: "Ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad jahaza jayshan fa ataytuhu." Ndajën e mirë këtë vëllazër për përfundim. Thot kështu: e pash pejgamberin alayhis salam duke përgatit ushtërien për luftë. Edhe thot, pa një pa dy, me njëherë thot ju afrova, i thash: oj dërguari i Allahut, edhe unë jam ushtarit. Edhe unë jam me tyje, edhe unë du me shku ku shkojnë këto burra, nuk du me net ku rrin gjinia femrore. Po du me arë, me net me arë me burrat, me shku atje ku na kërkon vendi edhe ku na kërkon momenti, e ku na thret atë dheu, e ku na thret liria. Atëherë, edhe për i thot pejgamberi alayhis salam: "Ud'ullaha li bishahade." Unë e tha tu kom bashkan gjitë, po thot bani një lutje te Allahu, edhe pranon mu dëshmor, edhe të bie thot dëshmor. Pejgamberi alayhis salam tha: "Allahumma sallimhum wa ghanimhum." Pejgamberi selam nuk u lut për me ra dëshmor. Tha: "O Zot, tha bërja këtij tha një jetë të lumtur, edhe bërja tha një pasuri të majme." Shiqo, ai u lut për i tha të lutën të bi dëshmor, pejgamberi u lut me atë me çka? U lut ketë një jetë qetë edhe të mirë, edhe të ketë në anën tjetër një pasuri të mirë. Atëherë thot kur e ndëgjova thot këtë lutje, edhe ne thot morëm pjesë në për shumë beteja dhe nuk u vrava, po thot ne morëm prehjen e luftës, edhe u pasurum, po edhe patëm një jetë mirë. Ma e gjvedu hadhe do, thot sa dua e bukur edhe mirë ishte pejgamberi alayhis salam për interesin tonë. Do të thot vëllazër, edhe Ramazani o kon një luftë vëllazër. Edhe Ramazani o kon një mund, o kon një sakrificë. Po në fund vëllazër, po dalmi të pasurum me sevape, me shpërblime. Po dalmi me një optimizëm edhe më të madh për jetën tonë, edhe për familjen tonë, që ne kemi arrit me sakrificën edhe punën tonë që kemi derë gjatë këtij muaji të bekuar. Andaj, sa prej njerëzve i kanë pas zemrat e thyme, sot i kanë zemrat e lumtura. Sa prej njerëzve janë kanë të çorientuar, sot janë orientu ka e vërteta dhe ka e drejta. Sa prej njerëzve e kanë gjallë shpirtin e vetë përmes këtij muaji Ramazan. Dhe sa prej njerëz e kanë gjetë të vërtetën edhe mbetin këmbgulës edhe stabil në të vërtetën e tyre.